Përshëndetje gjithëve, një qeta ju I burra. Tani, zoti Berisha mirë se erdhët në Durrës, kam dash me u thënë mirë se erdhët mirë ditë, po kur ju në mirë ditë keni qenë, unë kam qenë jashtë Republikës. Unë jam Fatjon Beci, infermier punë në Gjermani. Këtu mrapa kemi një shkollë, edhe quhet shkolla Dom Nikol Kaçori. Dhe Dom Nikol Kaçori ka thënë një shprehje, po them për protestat. Në qoftë për nesër, desim sot. Kështu që sot o kur ta bëjmë Shqipnin. Së shpejti do t'i vendos Partisë Demokratike dega Durrës dhe dega Mirdit, do t'i vendos një listë të platformës aktivisti ku janë të gjithë patronazhistat në çdo institucion shtetëror. Dhe t'i publikoni. Atëherë, kam ca sugjerime që do t'i bi shkurt, shpresoj t'i merrni parasysh, ndoshta dikujt mund të mos I vjeri mirë, po unë jam emigrant edhe më ka këtu. Tani, mirat mirave që Partia Demokratike duhet përfaqësohet edhe nga diaspora. Nga njerëz të cilët në diasporë janë vërtet demokrat. Janë njerëz të cilët punojnë për Partinë Demokratike, për Adheun, për Shqipërinë dhe jo për xhepat e tyre. Një kritike kam për zotin Bylykbashi edhe për këta tjerët. Në Berlin, Brandenburg, unë jetoj aty, ka sa du shqiptar, të cilët më kanë kërkuar që të vjej një përfaqësues I Partisë Demokratike. Dhe ata më thonë, pse duhet votoj unë për Partinë Demokratike, kur në Partinë Demokratike nuk vjen askush në Berlin, dhe në Partinë Demokratike ka shumë deputet të cilët janë në listat mbyllura që mund të kenë dhe shumë vite. Tani, kjo e para është e diasporës, them kush duhet bërë diferencimi mes PD-s dhe PS-s. Nëse PS jep 100 euro për vot, Partia Demokratike duhet bëje çdo qytetar që t'i marrë 100 euro në PS-s dhe të votojë PD-n. Te po t'jeti zot. Atëherë, përsa I përket listave, listat e mbyllura duhet mos ekzistojnë. Ose ke listat e mbyllura vendos persona 3 dhe të vjetrit të dalin në listat hapura, ose deputetët e listës mbyllur tani në protest futin grevuri në parlament. Sugjerimi tjetër. Soros në Partinë Demokratike asnjë. Soros, Fondacioni Soros, askush do t'jetë në Partinë Demokratike. Pse do t'u a them unë? Ngjova zotin Bylykbashi edhe ju që thatë për ndërkombëtarët. Unë nuk e qenë ndërkombëtar zotin Gonzato, I cili kërkon të na fusë në shkollat tona agjentën e LGBT-s. Dhe këta personat e Sorosit e ngrejnë sepse unë jetoj në Gjermani dhe e di se si është. Tani hapja Partisë Demokratike, siç e tha dhe zotria. Hape një Partinë Demokratike me njerëz që kanë vlera konservatore. Doktoresh Eda Arizi, për shembull, po e them një, dhe mund të them avokat Altin Goxhen edhe të tjerë. Keni sa të dush njerëz që janë konservator, që duan Adheun, familjen, kombin. Sepse kjo gjë po bëhet. Tani do të bëj një denoncim që kam dash ta bëj në zonën e Mirditës. Do t'ju kërkoj ndjes gjithëve, 30% e banorëve këtu janë mirditor, por do t'ju kërkoj falje vetëm 2 minuta. I kam thënë Partisë Demokratike dege Mirdit, ke deputetet e Qarkut Lezhë, asnjë s'ka reagu. Kanë 3 kriminal në komisariatin e policisë Mirdit. Dhe nga ky denoncim unë jam shpall 2 herë në kërkim nga policia e shtetit dhe mbase mas kësaj foltoreje o policin do ta kem ke shtëpia ose I breshëri plumbash nga shefat atyre. Arben Marku, shefi komisariatit policisë Mirdit, ka dhunuar në mënyrë sistematike në spaq minatorët e spaqit. Asnjë Partisë Demokratike dega Mirdit, as kryetari vjetër, për kryetarin e ri se di, nuk ka denoncuar asgjë, as protest asgjë. Pren Kaçorri, daja I Admir Kadelit, deputetit Lezhës, falsifikator dhe dekonspirus I aksoneve të drogës për llogarit bandave në Mirdit.
sot është oficer policie në Rubik, nuk hishet, ka përndjek demokratët. Dhe Lesh Manreja është person i Linita Nikolës që është bashkëpunëtor me këto zotrit. Ja kam qu prokuroris, ja kam qu AMP-s, nuk kanë reagu. Ja kam qu Partisë Demokratike Dega Mirdit, të vjetrave nuk kanë reagu. Gjingjoni po, më ka prit. Ja kam qu Eldar Hotit, do t'ja qe dhe Kastriot Sakës. Sa kam denonsu unë tu, nuk besoj se ka denonsu as kusht tjetër. Kështu që zoti Berisha, dua t'ju them vetëm këtë gjë. Shkundini pak Partinë Demokratike Dega Mirdit se në të punu. Sepse Këshilli Bashkiak, e fundit dhe e mbylla. Këshilli Bashkiak i Bashkisë Mirdit ka votuar në mënyrë kriminale për dhënien në Kaçinar të firmës së njipit të Belinda Ballukut. Ta i duhet me i pyet, ta kanë marrë lek nga Belinda Balluku edhe djathtët dhe të majtët që kanë votuar pra, sepse në Kaçinar po kërcat pushka. Do të kërcas pushka edhe në Selit, sepse do të na vinë njerëzit me na marrë tokat për oligarkët dhe edhe majta, edhe djathta votën pro tyre. Kaq kisha. Shumë faleminderit. Këtu te zonja këtu. Te zonja këtu. Po.